الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Padyshim se feja islame I ka dhënë rëndësi të madhe njetit. Njeti është, siç e quajnë dietarët, shpirti dhe bërthama, themeli I çdo vepre në jetën e njeriut. Madje nuk mund të imagjinohet një vepër e cila kryhet pa niyet të caktuar. Ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. S'ka dyshim se veprat janë sipas niyeteve, sipas qëllimeve, dhe çdo njeriu I përket ajo që e ka për niyet, e ka për synim apo si objektiv. Andaj muslimani duhet I kushtoj vëmendje të madhe niyeteve të tij, qëllimeve të tij. Të shikoj mirë se ajo çfarë e nxit për kryerjen e një vepre të caktuar, a është për hir të Allahut subhanahu wa taala, apo mos ndoshta ajo çfarë e nxit ta kryejë atë vepër është egoja, tekat, dëshirat e shpirtit të tij. Pra ajo çfarë kërkohet prej neve si musliman, nuk është që ne vetëm ta sjellim ndërmend jetën në fillim të adhurimeve. Mirpo, duhet ta kemi një synim edhe më të lartë, edhe më fisnik. Ajo është që ne ta sjellim ndërmend jetën edhe përgjatë adhurimeve, ta ripërtrim atë vazhdimisht. Sepse padyshim kjo ka dobi të mëdha në jetën tonë, në adhurimet tona që I kryejmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse I lexojmë librat e dietarëve islam, do të hasim se ata janë fokusuar pikërisht në këtë temë, për shkak të rëndësisë së madhe që e ka kjo. Madje disa prej brezave të parë të islamit thoshin, mësojeni njetin, sepse ai është më I plotë se sa vetë vepra. Pra njeti është ai I cili tër jetën ta kthen ty në adhurim. Pra të gjitha gjendjet e tua në jetën e kësaj bote, çdo lvizje, çdo gjendje tënde, si për shembull ushqimi, pija, gjumi, ngritja nga gjumi, të gjitha këto mund të shndrosh në adhurime të cilat të afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë do ta mësojmë në takimet tona të radhës me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra dietarët islame përmendin se istihdharu niyye, siç e quajnë, pra që njeriu ta sjellë ndërmend niyetin, ta sjellë ndërmend se çfarë ka për qëllim gjatë kryerjes së adhurimeve, është një çështje të rëndësishme e cila ja mundson që ti perfeksionoj adhurimet e tij, ti ndjej dhe ti shijoj adhurimet e tij, të jetë më afër me Allahun subhanahu wa taala, dhe të mos I shndroj adhurimet e tij në zakone, në shprehi. Mirpo, gjatë tyre të ketë si synim afrimin te Allahu subhanahu wa taala dhe ta sjellë ndërmend shpërblimin e madh që e pret tek ai azza wa jall. Për gjërave që I përmendin dietarët lidhur me niyetin dhe cila është dobia e tij nëse ne e sjellim ndërmend vazhdimisht gjatë kryerjes së adhurimeve, është edhe ajo se ne si musliman duhet të jemi të përkushtuar vazhdimisht që veprat tona jo vetëm t'i kryejmë si obligime, jo vetëm t'i kryejmë nga frika prej Allahut subhanahu wa taala, mirë po gjatë tyre ta sjellim ndërmend niyetin, t'i kryejmë me niyet të mirë, sepse kjo pastaj bën që tek Allahu subhanahu wa taala për to të shpërblehet shumë. Sa vepra që janë të vogla I ka bërë të mëdha niyeti. Mirë po në anën tjetër po ashtu sa vepra që janë shumë të mëdha, madhështore. Mirë po niyeti I vepruesit të tyre është ai I cili I ka shndruar ato në të vogla. Andaj, vëlla musliman, motër muslimane, patjetër duhet t'i kushtosh vëmendje niyetit tënd. Sepse dallimi mes niyeteve, synimeve dhe qëllimeve të njerëzve është shumë I madh. Ashtu siç është dallimi mes qiellit dhe tokës. Pra siç thamë, çdo njeri ka niyet, ka qëllim, synim në veprimet e tij. Për shembull, ti I sheh dy njerëz se si e veprojnë të njëjtën vepër. Të njëjtat veprime I bëjnë, në fillim të veprës, në fund të veprës, madje edhe në mes gjatë veprimit do thonë I bëjnë lëvizje të ngjashme, lëvizje të njëjta, I thon fjalë të njëjta,
Megjithatë dallimi mes tyre, siç thonë dietarët, është sikur dallimi mes qiellit dhe tokës. Përse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të ndryshimit të njetit, për shkak të asaj që e mbajnë zemrat e tyre. Pra parimisht, çdo vepër ka njet. Mirë po, siç tham, njetet dallojnë me dallim të madh. Për këtë arsye dietarët kanë thënë se njerëzit e zgjuar, shprehitë e tyre, zakonet e tyre i kthejnë në adhurime. Ndërsa njerëzit e shkujdesur, adhurimet e tyre i kthejnë në shprehi dhe në zakone. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të njetit që e kanë në zemër. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.